Mi mbrëma të ndëruar shikues, se ju adhurues të basketbollit ju përshëndes direkt nga palestra Karagaqi në Pej me super duelin ndërmjet Pejës dhe Tripqës. Starton ndeshja topi parë në duart e pejanëve. Bracey kon dëbërtimin, arrin shkonteri në fund realizon daljet edhe me faul. Bracey Dardan Berisha e gjen dëbërtimin shkonteri në fund realizon. Khaled Mushic e kthen dumen tek Sean Jones, i cili realizon nga gjysmë distanca për të u përgjigjur. Payne rëshqet, arrin të kthen dumen tek Amzil, vjen tentimi për treshën nga Khaled Mushic, i cili realizon. Bracey edhe njerë dëbërton dhe deri në fund. Edhe njerë foul kosh. Davis tek Logan Rout. So bukur aty tek Arti Hajdari. Super akcion i skuadrës së Pejës. Për 14-13, Dardan Berisha në anën tjetër për të përgjigjur. Realizon winning. Gjen dëbërtimin, bukur shkon deri në fund. Edwards prova ti, vjen Dardan nga piti, por nuk ka problem. Akili winning, dëbërton vetë deri në fund, arrin të eviton duelin me Musab Malin. Westbrook të gjuan nga një pozit mjaft e vështirë, arriti të realizon winning. Do të ndaljet edhe aj për trishe. Akili winning është i sak për 3 pikë. Të gjuan për treshe, nuk pati zgjidhje tjetër, nuk arriti të qëllon mbylljen e mirë e Jonesit, por nuk kupton me winning teksa Williams e shfrytëzon për të realizuar, ndërsa e humb topin edhe në anën tjetër. Mushic kësaj radhe realizon Dardan Berisha që kishte mbetur brapa. Mushic ka kthyer edhe një topin tek Payne. Vazhdon aksioni i skuadrës së Tripqës, realizon Mustafa Amzil. Khaled Mushic, lëvizja e tij e bukur mashtruese, nuk qëlloi, por nuk ka problem. Është aty Dardan kapiti. Sa bukur, Arti Hajdari e pa. Khaled Mushic do të dobër treshe, Khaled Mushic arrin të qëllon. Arrin të lëshon top. 31-33. Mustafa Amzil, loj fenomenale e ti, 1-1. Jackory Payne, bukur deri në fund shkon, arrin të realizon. Në anën tjetër, Daquan Bracey edhe një tjetër mbrojtje fenomenale e Drilon Airizit. Aksioni Henry e kthen bukur topin tek Mustafa Amzil, i cili arrin të realizon. Bracey dëbërton, realizon daljet edhe me faul. Khaled Mushic, vjen tentimi i tij për treshe, edhe një herë i sakt. Se shpejt përpara e kthen topin tek Dardan Berisha, i cili del në skenë pas një vuajtje të gjatë. Bracey i lirë, vjen tentimi për treshe, realizon. Daljet në gjysmë distancë edhe një herë. Henry tek Amzil, do tenton për treshe, realizon Mustafa Amzil. Arti Hajdari në anën tjetër, realizon edhe Hajdari. Bukur right-up i Braceyt për Davis, nuk arriti të gjuan, do të tenton për treshe Caesar Edwards. Dardan Berisha arrin të gjuan dhe të realizon. Payne gjen korridorin e dëbërtimit, realizon Jackory Payne. Williams gjetur korridorin e dëbërtimit, realizon. Williams të riqet, ana zhuan për 3 pikë, realizon Cecil Williams. Zach Henry
Bukur tek Dardan Kapiti në kosh, i cili qëllon një aksion shumë i shpejtë i Mitrovicasve. Mitrovicasit shkon topi tek Dardan Kapiti, i cili realizon nga më se gjysma e fushës. Çfarë treshe e Dardan Kapitit! Fenomenal! Do ta shohim edhe një herë të nderuar shikues. Shihni gjojtjen e Dardan Kapitit. Fantastik! Williams tek Musab Malja nga ana e kundër, bukur realizon Musab Malja. Kapiti. Henry. Lona Irizi e shfrytëzon faktin që ishte në mismatch me Bracin. Shënderi në fund, Lona Irizi. E këthen topin tek Lona Irizi, vjen tentimi për treshe i Lona Irizit. 10 pik tashmë edhe të Lona Irizit. Musab Malja e gjen debërtimin bukur, arrin të qëllon. Kapiti e këthen topin tek Winning. Bukur. Dardan Kapiti fluturon mbi mbrojtjen e skuadrës së Peos. Edhe një herë shohim asistin e bukur të Winning. Gjithë një din të japin kësi lloj emocionesh duelet ndërmjet Peos e Trepçës. Musab Malja. Ndeshje fantastike në anën tjetër. Akeli Winning me një herë. Braci gjetur debërtimin, blokohet nga Dardan Kapiti, 20 për para Lona Irizi. Bukur e gjen Jackery Payne, i cili realizon në kundërsolm. Njerë Braci, Malja do të tenton për treshe edhe njerë. Musab Malja, fenomenal në këto qaste. Braci a gjetur korridorin e debërtimit edhe pikët, pavarësisht faktit që para ti ishte Dardan Kapiti. Nuk ka problem. Amzil, Akeli Winning në sekundat e fundit realizon për treshe. Gjithë qka baras, 82 me 82. Bukur ai top tek Logan Rowe që qëllon. Edhe me faul ndalet. Fan tek Mikajlet Mushish, divizjon mashtruese e tij, tentimi për 3 pikë në sekundën e fundit të aksionit. Kanë të shpërthen mbrojtjen e Trepçës e bën këtë. Braci e gjen korridorin e depërtimit edhe një herë. Williams. Sil Williams. Dueli i tij 1-1 me Mikajlet Mushish, arrin të qëllon. Janë dashur vazhdimet dhe një treshe e pikërisht këtij njeriu e ka vendosur duelin. Janë depërtimi i Jackery Payne, nuk arriti të qëllon teksa e pam realizimin. Edwards, Caesar, Edwards realizon para Dardan Kapitit, arrin të konkretizon aksionin që kërkoi Kakiusis. Në anën tjetër vjen gjuajtja në sekundën e fundit nga Hesbrook, shini gëzimin e pejanëve. Shpërthen festa. Peja arrin fitoren në fal pikëve të Caesar Edwards.